Sektori për punë të brendshme në Tetov ka vazhduar me aktivitetet e planifikuara me karakter preventiv, të cilat disa vite në të kaluarën i ka organizuar. Ky sektor këtë javë filloi me implementimin praktik të 2 projekteve, edhe atë preventiva nga keqpërdorimi i drogave, si dhe tregtia me njerëz fëmijë. Këta 2 projekte do të zhvillohen paralelisht, njofton sektori për punë të brendshme në Tetov. Me këto projekte do të përfshihen mbi 700 nxënës të shkollave fillore, të cilët në orë të veçanta nga policë të trajnuar do të informohen për pasojat negative nga përdorimi i drogës. Nxënësit po ashtu do të njihen edhe me implikimet personale, familjare dhe shoqërore që sjell përdorimi i drogës. Po ashtu nxënësit do të informohen edhe për nevojën që të jenë sa më të kujdesshëm kur kanë kontakt me persona të panjohur, sidomos nëse ata u premtojnë punë të holla dhe nga të njëjtit të kenë kujdes, nga se mund të bëhen viktimë të tregtisë me njerëz. Kjo më shumë ka të bëjë me të miturit nga familje të rrezikuara sociale, të cilët janë nga mjedise ku më shumë rekrutohen fëmijë për shfrytëzim të paligjshme, thuhet në njoftimin e lëshuar nga sektori për punë të brendshme. Të 2 projektet e sektorit të punëve të brendshme në bashkëpunim me OSB-n është planifikuar që të finalizohen deri në kohën kur edhe përfundon mësimi nëpër shkolla për nxënësit. Nëpër shkolla po ashtu do të shpërndahen edhe materiale me karakter edukativ në gjuhën shqipe dhe maqedonase.